Katedralja sot, ashtu si edhe qyteti ynë I Shkodrës, është në festë. Nga mesha solemne në festën e Zojës së Shkodrës, arqipeshvi Zot Giovanni Peragjin e përcolli mesazhe të forta për shoqërinë, duke lidhur me ngjarjet e fundit kriminale që tronditën kryeqendrën e Veriut. Gjatë predikimit të tij, Zot Peragjin e tha se këto ngjarje po plagosin strukturën e komunitetit ton, po e bëjnë shoqërinë të ndihet më pak e sigurt, me rrezikun që të mësohet me këtë kulturë dhune sikur të ishte diçka e pashmangshme. Të gjithë jemi dëshmitar të ngjarjeve të fundit, ku dhuna konsiderohet rrugë normale për të zgjidhur konfliktet, sidomos të rinjt, e kjo gjë duhet të marrë fund, vjoj më tej Zot Peragjine. Kemi jetuar dhe fatkeqësisht po jetojmë ende ngjarje dhune që na kanë prekur thelësisht në kohën e fundit në këtë qytet. Në vend të verës së jetës, shumë shpesh gjejmë gjakun e dhunës, ngjarje që kanë ndodhur në qendrën e të qytetit, në zemrës së jetës son të përditshme, dhe që kanë përfshirë edhe njerëz të pafajshëm. Këto ngjarje plagosin vërtet strukturën e komunitetin tonë, na friksojnë, na bëjnë të ndihemi më pak të sigurt, me rrezikun që të mësohemi me këtë kulturë dhune, sikurse të ishte diçka të pashmangshme. Ajo që është shqetësuese është se gjithë më shpesh jemi dëshmitar të ngjarjeve ku dhuna konsiderohet rruga normale për të zgjedhur konfliktet, sidomos të rinjt. Shumë djemë rriten me idenë se për të qenë I respektuar, duhet të jesh më I fortë se të tjerët, të sundosh, të shtypesh. Sikurse modeli vërtet I burrit të ishte ai që sundon gjithçka me forcë, me dhunë. Ne kemi detyrim, vëllezër e motra, si familje, si kishë, si komunitet, si institucioni, të edukojmë fëmijët, adoleshentët dhe të rinjt tanë për paqen, për dialogun, për butësinë, për aftësinë për të zgjedhur konflikte pa ju drejtuar dhunës. Edhe nga mesha e vigjiljes së festës së Zojës së Shkodrës pajtore së Shqipërisë, kremtuar mbrëmjen e së dielës, arqipeshkvi Peragjin u ndal tek simbolika kësaj feste dhe kohët që po jetojmë. Jezusi kërkon një fe forte e aftë të rezistoj proveve dhe të qëndrojë fortë edhe në eshtin e Zotit. Atëherë vëllezër e motra, në këtë festë, në këtë vigjilje, do ta pyesim vetveten në mënyrë personale, por edhe si bashkësi, si famulli. A kam një besim I fortë, e gjallë, një besim që është e aftë edhe të dëshmoj marrëdhënien time me Zotin. Në qytetin e Veriut në Shkodër, që prej kohëve të lashta nderohet me përkushtim të veçantë një figurë mrekullueshme e Zojës, është ajo figurë që sot ndodhet në Gjenacan të Italisë. Historia e saj është vetë historia katolicizmit ndërshqiptar, katolicizëm I cili me vdekjen e Gjergj Kastriotit me 1468 nisi ullën e vet të kryqit. Festimet e mbrëmjes së të dielës u mbyllën me spektaklin e fishekzjarreve, I kthyer në traditë tashmë në oborrin e katedrales, që u ndoq nga qindra besimtar të pranishëm. TV Një Channel e përcolli drejt për drejt atmosferën festive të festës së Zojës së Shkodrës.